Përshëndetje gjithëve dhe mirë se u rikthyet në një episod tjetër të Future On Podcast. Sot do të flasim për procesin e shitjes apo blerjes së një prone me kredi. Dhe për këtë temë, sot kemi 3 ftuar. Anisa Sharxhi është drejtoresh departamentin e Retail që mbulon palët e treta në OTP Bank. Përshëndetje Anisa dhe mirë se erdhët. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Gjithashtu jemi me Dev Pemën që është konsulent imobiliar për shumë vite tashmë në zyrën e Future On Munaza këtu në Tiranë. Përshëndetje Devi, mirë se erdhën. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Gjithashtu dhe me Arjan Uzunin, konsulent imobiliar, dikur klienti Future Home-it dhe sot konsulent imobiliar në Future Home. Përshëndetje Arjan. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Dhe si gjithmonë jemi me Engje Mansakun, broker në Future Home Durrës. Përshëndetje. Sot kemi zgjedhur të trajtojmë një temë faktikisht shumë interesante dhe me shumë kërkesë edhe ndaj klientëve që ne kemi. Duke qenë se ne trajtojmë shumë raste me kredi, uroj shumë që me Anisën do ndajmë informacione shumë të vlefshme që të ndihmojmë edhe publikun që po na ndjek dhe pse jo të japim më shumë detaje që si funksionon një proces me kredi. Anisa, pse ne klientët duhet i drejtojmë drejt OTP-s? Banka OTP si pjesë e grupit bankar OTP, e cila është e bazuar në Hungari Budapest, është prezente në tregun shqiptar që prej vitit 2019. Sigurisht që historiku bankës është edhe akoma dhe më i hershëm, edhe banka vit pas viti ka treguar histori suksesi të vazhdueshme, me rritje të portofolit të konsiderueshme dhe kryesisht në pjesën e kredidhënies që neve po diskutojmë sot që është kredia për shtëpi, banka OTP mban pjesën e tregut, po themi në top 2 bankat e gjithë sistemit bankar. Kështu që praktikisht kjo tregon angazhimin tonë të vazhdueshëm që ne kemi pasur në mbështetje të klientëve financiarisht në lidhje me kredin për shtëpi. A është e lehtë për një klient të përfitojë kredin hipotekore? Çfarë kushtesh duhet të plotësojë ai? Do thosha që jemi nga bankat të cilat një nga avantazhet konkurruese që kemi është, po themi, procesi shumë i shpejtë që neve kemi për lëvrimin e fondeve në kuadër të kredisë hipotekore. Ajo që unë doja në fakt të fokusohesha këtu është edhe në kuadër edhe të marrëdhënies që neve kemi me partnerët dhe doja të fokusohesha pak edhe ke procesi që neve kemi në momentin kur kredia referohet nga partnerët të cilët neve i vlerësojmë dhe kemi bashkëpunim shumë të mirë dhe janë një vlerë e shtuar për neve. Praktikisht klienti në momentin në cilin finalizon apo po themi negocion transaksionin e shitblerjes për një pronë caktuar, është agenti i real estate-it i cili merr informacionin paraprak të klientit nëse është interesuar për kredi ose jo dhe duke promovuar fillimisht edhe produktin që ka banka. Në momentin në cilën klienti shpreh një dakordsi në lidhje me financimin me kredi, atëherë rasti referohet në bank. Ajo që unë doja që vlen të përmendet tu është pikërisht fakti që neve kemi një proces shumë të automatizuar dhe një proces të dedikuar në marrëdhënie me partnerët. Referimi bëhet në mënyrë automatike dhe në këtë mënyrë edhe ndjekja e rastit, ne kemi dhe një strukturë të dedikuar e cila është totalisht, po themi, në ndjekje të rastit që në momentin kur fillon po themi lidi që e quajmë neve apo referimi, deri në momentin e finalizimit të kredisë, struktura e dedikuar e cila ndjek të gjitha hallkat e procesit duke i dhënë këtij procesi vlerë të shtuar sepse të tilla raste trajtohen edhe më me prioritet se sa rastet e tjera. Është e vërtet kjo në fakt. Ne duhet ta theksojmë të kemi pasur shumë bashkëpunime të mira me bankat, ku shumë klientë që ne i kemi drejtuar janë prezantuar që mua më ka drejtuar Future Home, filan agent, filan zyrë dhe realisht ka marrë një shërbim në kohë reale, jo që klientët e tjerë që nuk po i referon Future Home nuk e marrin këtë shërbim. Po është me të vërtet një ndihmë sepse edhe ne kur na vin klientët i themi nuk e di për këtë mund të ndihmoj dhe Devi, kur na vin klientët i themi që shiko, ne mund të të referojmë tek filan deg, i shpjegojmë gjithë dokumentacionin dhe fal trajnimeve që kemi marrë nga bankat. Apo jo Devi, nuk e di si ose unë personalisht kam pasur raste të referuara, konkretisht tek banka që flasim, dhe përveç se na ka pritur shumë mirë ose imazhi ose çdo lloj gjëje që ne kemi drejtuar klientët aty ka qenë shumë lart në aspektin që banka është përgjigjur, klienti ka marrë një shërbim shumë të shpejtë. Përtej asaj edhe ne ndjehemi shumë konfident ose mendoj se Anisa e përshkruati shumë mirë me partner. Ne tashmë jemi partner në raport me bankën. Si tek pjesa e referimeve që bëjmë dhe tek pjesa e gjendshmërisë që banka ne na jep. Dhe kjo gjë na bën, po, është shumë lehtësi. Kemi një hall të zgjidhur. Por doja të pyesja pak, se e ceke vetë temën që the
në një kohë rekord, del kredia në një kohë shumë shpejt. Sa është mesatarisht, një kohë mesatare që një klient mund të marrë një kredi? Atëherë, nëse klienti paraqet dokumentacionin e rregullt dhe korrekt konform kërkesave të bankës, mund të themi që deri në 5 ditë pune neve arrim që t'i japim klientit një informacion dhe konfirmim që klienti është i kualifikuar për ta marrë këtë kredi. Pra do një kualifikim paraprak. Ky është kualifikimi final, por sigurisht nëse por sigurisht që në momentin në cilën klienti bën takimin me përfaqësuesit e degës dhe ka depozituar të gjithë dokumentacionin e nevojshëm brenda ditës ose edhe ditën next day, pra neve kemi mundësinë që klientit i japim një konfirmim paraprak nëse ai është i kualifikuar për ta marrë këtë kredi me bankën ose jo, sepse për ne është shumë e rëndësishme dhënia e përgjigjes në kohë të klientit në mënyrë që dhe ai të mos humbasi oportunitetin që ka në lidhje me finalizimin e transaksionit të shitblerjes së pronës. E drejtë. Të pyes për ata që na shikojnë dhe na dëgjojnë, çfarë dokumentash duhet ketë një klient që të marrë një kredi? Atëherë, 3 janë tipologjitë kryesore të dokumentave. Sigurisht është dokumenti i identifikimit, janë dokumentat financiar të cilat le të themi vërtetojnë kapacitetin pagues të klientit, si dhe janë edhe dokumentat e pronës, të cilat janë të nevojshme për kolateralin që lihet si garanci për bankën në lidhje me financimin. Që duhet jetë prona shtëpia që ble apo mund të jetë një pronë jashtme? Atëherë praktikisht në pjesën më të madhe të rasteve sigurisht që prona që lihet si kolateral është ajo pronë e cila blihet, por me kushtin që ajo të ketë një certifikat pronësie. Në kushtet kur ajo nuk ka një certifikat pronësie, atëherë klienti është i lirë që t'i ofrojë bankës një kolateral tjetër që sigurisht plotson këtë kusht. Okej, që të mbuloj vlerën e pronës që blen. Që të mbuloj vlerën e pronës që blen, praktikisht ka një proces për vlerësimin e pronave. Ne kemi vlerësues të jashtëm, të cilët janë të pavarur, ata nxjerrin një vlerë tregu. Vlera e tregut jo domosdoshmërisht është e lidhur gjithmonë me vlerat e referencës të cilat përcakton shteti, sepse janë të përcaktuara nga faktorët të tregut, por praktikisht dhënia e kredisë është e kushtëzuar nga 2 elemente. Një është pjesëmarrja e financimit që ka banka kundrejt klientit dhe pjesa tjetër është mbulimi me kolateral. Kombinimi të këtyre 2 kushteve bën të mundur edhe përcaktimin e shumës së vlerës së financimit për klientin. Okej, dhe pasi dorëzohen këto, vazhdon procedura kredis normalisht. Po, praktikisht pas paraqitjes dokumentacionit që ne veçuajmë dhe si faza fillestare e aplikimit për kredi, bëhet vlerësimi dhe miratimi i dosjes nga strukturat përkatëse të bankës, që janë kryesisht strukturat e vlerësimit të riskut. Mëtej, nëse dosja miratohet, klienti vjen sërish në bankë dhe bën nënshkrimin e kontratës së kredisë dhe kontratës së hipotekës. Me nënshkrimin e kontratave ne bëjmë depozitimin e kontratës së hipotekës dhe të kredisë në zyrën e regjistrimit pasurive të paluajtshme për bllokimin e pronës, dhe sapo neve kemi këtë konfirmim nga ky institucion, neve vijojmë me lëvrimin e fondeve. Super. Ariana, të kujtojnë gjitha këto? Ariana ka një histori shumë bukur, i ka kaluar vetë. Ti ke qenë klienti Future Home-it dhe ke blerë një shtëpi me kredi apo jo? Para sa vitesh? Po bëj më shumë se 3 vite. 3 vite. Në çfarë zone ke marrë? Në zonën e freskët. 2+1, 1+1? 2+1. Sa ka qenë 2+1? A e shet prapë? Sa shet? Para se si kanë ardhur. Si kanë ardhur këto rritje e çmimeve këto kohë të fundit, për këtë kohë shumë e lirë. Ajo që unë kam marrë. Ajo që ke marrë atëherë, po patjetër. Ka është për të fishi i vlerës. Si ka qenë procedura atëherë dhe mund të flasësh pak se ti ke qenë klient, çfarë ndodhi që u bashkove dhe u bëra agent Future Home? Si ndodhi? Në fakt kam pas një histori dhe interesante kjo si pyetje. Kur unë kam dashur të blej një shtëpi, po. Më është dashur një vit njëherë sepse duke parë siç e bën gjithë klientët dhe takuar bashkë atëherë, prandaj kjo zgjat një vit. Në fakt prandaj nuk mërzitem dhe sot duke me klientë kur thotë do shikoj edhe këtë, do shikoj edhe një tjetër sepse e kam hequr edhe vetë gjë, kështu që është çik vështirë për të marrë një si thosh një vendim direkt. Mas disa shikimesh të një apartamente që kisha bërë, gjeta njërin që i cili më plotsoi ato kushtet edhe mua më bindi për ta blerë. Okej, ram dakord për gjitha vlerën dhe kushtet me kolegët tanë faktikisht. Unë i kisha shok edhe po kur bëhet fjalë për sa i përket letrave, këtu nuk ka shoqëri, duhet jenë korrekt dhe aq më tepër kam përgjegjësi më të madhe sepse kur themi jemi shok, akoma kanë 2 fish. Edhe unë e gjeta shtëpinë, morën letrat kolegët e mi, edhe ishte bërë gati kontrata për të firmos. Të pyesa, merrej vesh atëherë nga letrat, nga procedura? Jo, nuk e kisha ide, Ja besoj komplet. Jo, kolegëve tanë, sinqerisht, kam besuar atyre. Dhe në fakt para se të nënshkruaja, njëri nga kolegët u tregu pak se i vëmendshëm, edhe pa që shtëpia ime
me letra ishe në katin e tretë. Ndërkohë unë fizikisht kisha patur katit dytë dhe ai ishte pronari që do ta shiste. Si edhe një herë. Po shifi shpinë në katit dytë, po në letra ka tretë. Po, me letra ka qenë katit tretë. Edhe çuditërisht që ka ndodhur mua kjo. Por s'kisha fal se s'kisha filluar këtë. Edhe që aty u anullu shitja, nuk u bë atë ditë. Edhe do dushe si do ta zgjidhnim në fakt, sepse nuk e dinin sepse kush e kishte shtëpinë lart. Shtëpinë që ti do merrja. Që kishte certifikat. Kishte letrat. Se çfarë bëhet Enxhi? U interesuan, u anullua ajo ditë në shkrimin e kontratës, kolegët e mi, kolegë që sot i kemi, por që atëherë nuk i kisha kolegë. U interesuan dhe gjetën kush ishte pronari i apartamentit sipër. Dhe qëlloj që në fakt duke parë ne se kemi hasur shumë vështirësi faktikisht me këto shitset e blerë dhe sot që jemi në këtë treg. Por unë do thoja që shqyqyr që ai ishte djalë i ri. Në kupton, pa burokracira, pa paragjykime, por e kisha has dhe ai njëtën vështirësi sepse kishte dashur ta shiste shtëpinë. Edhe ai nuk e dinte kush ishte këtë poshtë. Ishte një koincidencë faktikisht. Ai po kërkonte pronarin e shtëpisë poshtë, apo pronari i shtëpisë poshtë po kërkonte para se unë të bëja blerjen. E kupton? Kishte hasë vështirësi, nuk e kishte gjetë kush e ka shtëpinë, kush e kishte shtëpinë. Shumë e veçantë. Më kupton? Pas e dia fare zyrën. Edhe kishte lënë si pezull si shitje, sepse nuk i kishte bërë ai. Ai ishte tërhequr. Derisa kur i vanë kolegët e mi tha, "Shqyqyr që merret ju, tha se unë kam dash ta gjej vet kush ishte ai poshtë." Edhe thjesht pasaj bëm ato shkëmbimet me kontratë. E certifikatave. Po certifikatave. Ai ma dha mua, unë i dhash atij, por si se tha, "Merr këtë tim dhe po kam investuar shumë ta dhe." Ka trokit njerëz të dera këtë kohë. Kam pasur një histori të tillë. Edhe nga kjo gjë më shtyri, më thënë, drejtën që ore, shiko se kur i ndihmon njerëzit faktikisht pavarësisht se ne marrim ato përqindjen tonë, sado Jo, domethënë ajo nuk e bën për lek të punë, Enxhi, e bën Jo, për pas. përveç se në ato tilla raste. por që jo, është mirë kur edhe i ndihmon sepse Patjetër. Aq më tepër rasti konkret që e ka kaluar vetë dhe do që t'i japi shumë prioritet korrektësit gjithë procesit, ta çojë deri në fund, jo vetëm mos kenë të tilla tek probleme. nënshkrimi i kontratës, po do që tek pjesa dorëzimit të dokumentacionit fillestar që t'ja nis bankës, do që të gjithë procesin deri në lëvrimin e fundit parave do që të jetë korrekt edhe procesi të rri strikt, Në fundit për këtë punë paguhem. Absolutisht. Është thjesht deri mbyll deri. Ka qenë një rast që unë shkoja në zyrë dhe thoja, nëse doni ta fleni të sigurt që keni marrë një pronë rregull, çojeni në bankë ta shohë vlerësuesin. Për arsye sepse ne merremi vetë shpeshherë me këtë punë, po ndoshta nga herë unë po bleja pronën time. Dhe atë pronën që po bleja do e leja pastaj kolateral tek banka. Ç'a ndodh momentin që unë e kisha bler, noteri kishte shtyp gabim numrin e pasurisë nga 359 numrat e fundit 329, më kupton? Detaje që të le pa shpido. Unë emocioni, gjërat që ne dim t'i lexojmë dhe vetë shumë mirë dokumentacionin, nuk na e kishte kapsyer se ndoshta është kjo pjesa e qefit, që nuk të shkon mendje fundja. Shkoj unë aty, po ndodhi 2-3 raste me kështu dokumentacion shtëpie. Thoshim mu këto Enxhi, unë nuk e di çka ke me letra ti, po nuk e ke pronën tamam. Unë kështu, ua, kam bler një pronë me probleme, si, ç'a ndodhi? Ankthi aty ti pastaj se gjumi. Dhe ideja është që gjithmonë, edhe pse ne normalisht jemi shumë kujdesshëm, dim t'i lexojmë dokumentacionin një prone, por realisht është ajo pjesa duhet jemi shumë të kujdesshëm. Kur firmosim para noterit, ne kemi parë shumë raste që banka i ka nxjerr shumë probleme, i kemi na e nxin jetën kur kërkon ato planimetritë e katit dhe na lën aty një javë me zor dela e planimetria e katit ose planimetria e apartamentit. Besoj se ka arsye, se me këtë histori që po dëgjojmë sot, unë mendoj që banka është bën mirë që vonohet. Edhe ju ndihmon dhe ju në këtë proces. Do proces. Po ne ja kemi lehtësuar pak punën bankës, sepse këto gjë po i bëjmë ne para se të shkojmë ke banka, kështu që po banka ju ka edukuar që të arrini deri në këtë fazë, kështu që unë doja të pyesja, nuk e di. Si jemi tani, ai ka më skeptik, më vjen, a ekziston më ajo gjëja vetëm që bankat mos shkot marrësh kredi? Po pra, se kredi gjithmonë shihet me sy mund të ketë ndryshuar. Pak, po ne nuk... jemi rrit me prindërit tanë që e thënë për krenari, unë s'kam marrë asnjëherë kredi, thot mami im, dhe thot me një lloj krenarie që ne e shohim, po pse çka ka këtu që ne që kemi marrë kredi?
Ja, unë besoj që nuk është më ky lloj mentaliteti, po themi, ka kohë që ka ndryshuar, sigurisht dinamika se si ka evoluar tregu dhe se si ka evoluar sistemi financiar, prurja e gjithë bankave të cilat janë edhe me kapital të huaj kanë sjellë të gjitha risitë e tyre në këtë aspekt, por edhe koha në këto 30 vite që neve kemi pas në demokraci le të themi, sigurisht që edhe popullsia është edukuar shumë financiarisht. Sigurisht është edukuar, është ndërgjegjësuar financiarisht, kështu që unë mendoj që sot ka nëse një klient i ka likuiditete dhe duhet të vendosi mes të blerit një prone me likuiditetet e veta, pra me keshin e vet, apo nëpërmjet financimit me një kredi bankare, jam shumë e sigurt që vjen në bank si fillim, sepse sot ne të gjithë dim që ka shumë forma alternative investimit, të cilat nëse ti do t'i përdorësh, sigurisht që mund të sjellin një fitim shumë më të madh se sa kursimi që ti mund të kesh nga pagesa e interesit të kredisë në banka. Kështu që në këtë aspekt mendoj që lekët e fondet e veta, por që normalisht përdor fondet e bankës. Kjo është faktikisht një mënyrë që ne po shikojmë dhe klientët tanë që e bëjnë shpesh. Nëse unë do kisha sot 100.000 euro, nuk do bleja direkt 100.000 euro një apartament. Nuk do të bllokojnë. Po ama do përdorsha fondet e bankës për të blerë një apartament dhe kështu mund ndajmë. Dhe është ajo shprehje, pastaj qera e lan kredin. Po. Është e vërtet, është e vërtet realisht. Të pyes, pak a shumë normat e interesit si janë tek OTP-ja? Atëre, unë mund të them me plot bindje që neve kemi normat e interesit më konkurruese në treg. Sigurisht që ju këtu mund të keni pasur edhe shumë përfaqësues bankave tjera, por këtë e them me bindje të plot në dy aspekte. Në radhë parë ne kemi dy alternativa të ofrimit të normës interesit. Kemi norma interesit të kombinuara, që do të thotë 1 deri në 3 vitet e para ne ofrojmë norma interesi fikse, shumë konkurruese në treg, si për monedën lek dhe për monedën euro, dhe më pas ajo transferohet në një normë variabël. Por ajo për cilën dua ta theksoj në këtë mbledhje të përbashkët tu, është oferta më e fundit që neve kemi lançuar 1 muaj përpara në lidhje me një normë fikse interesi për 15 vite, e cila norma e interesit është 4%, është një normë të cilën nuk e ofron sot asnjë bank në treg. Dhe di të them që kemi pasur një kërkesë të jashtëzakonshme sapo neve e kemi lançuar këtë normë interesi, këtë mënyrë financimi, sepse sigurisht që kjo bën që klientët tanë të na ndjejnë realisht partner. Pra jo thjesht na shikojnë si një institucion fitimprurës. Realisht partner, sepse nëpërmjet kësaj fushate apo kësaj oferte në arrim që të krijojmë stabilitet dhe siguri të klienti, dhe sigurisht që arrim dhe vetë klienti që të ketë një parashikim në aspektin financiar të tij, për sa kohë që deri në 15 vite, klienti mund ta marrë dhe më pak se 15 vite nëse ka kapacitet pagues, ai e di që këstin e ka të pandryshuar gjatë gjithë gjatësisë së kredisë. Është një periudhë shumë e gjatë, super gjatë. Devi ti e për ditë në treg dhe e shikon në situatën e kredive dhe blersave. Si është blerja me kredi, është rritur këto vitet e fundit, është ulur, si është situata? Do flis edhe un pak për këtë normën fikse. Ne jemi njohur me këtë normë, jo më larg se 2 javë, diçka e tillë, domethënë përpara 2 javëve, se 1 muaj ka që është aplikuar. Por që realisht kjo ka bërë që një pjesë e mirë e klientëve ne t'i orientojmë dhe t'i kemi prioritet për klientët të cilët janë me kredi që ti tregojmë këtë lloj norme fikse, sepse kjo bën vërtet këtë parashikimin këtu dhe për kaq kohë larg që nuk mundet të lëvizi kësti, dhe vazhdoi unë tek shpreha jote pastaj që raja lan kredin, kështu që bashkojmë te kjo. Për sa i përket pjesës që klientët janë më shumë me likuiditet ose me kredi ose nëse janë shtuar ose jo, korave të fundit janë shtuar pjesës së kredisë ose janë bashkuar me partneritet bankën, domethënë që njerëzit tani po interesohen ose duan që të financohem nga pjesa e bankës. Kjo vjen për arsye të ndryshme, për arsye për të mos bllokuar paratë e tyre, siç tha dhe Enxhi, që të mos të bllokohen në aspektin financiar, nëse kanë një vlerë të caktuar, nuk duhet që pse duhet ta bllokojë të gjithin në momentin që mund vendos një pjesë po. Dhe përtej asaj është e lehtësimi që banka jep në aspektin e kohës. Ti mundet të depozitosh pjesën e dokumentacionit, merr vlerësimin paraprake dhe vazhdo me procesin. Kështu që kam përshtypjen ose nga statistikat e fundit këto janë rritur klientët me kredi dhe ne jemi gjendur. I kemi drejtuar. Faktikisht ky bashkëpunim që kemi ndërmjet bankave, Future Home ndërmjet bankave, realisht
sikur na ka zbutur dhe pak ne. Unë mbaj mend në fillimet tona zjas e një rast kredie 3-4 muaj dhe kur ne na vite një klient me kredi thoshim mos sepse u donte shumë punë që edhe t'ia shpjegoje edhe tu ndërgjegjësonte edhe klienti, nuk kuptonte ose duke qenë se ne jemi ajo hallka tani më ndihmo pak, Po patjetër. Jo, ose të eksperiencën tënde. E ka të vërtet këtë sepse fillimisht të paktën përpara 5 viteve Sa vite të bën që punon këtë? 5 vite. 5 vjet. Të paktën në startin kur ne kemi filluar, ka qenë ky momenti që kur mund të vinte një person, një klient i cili interesohej për kredimarrje, edhe neve na dukej si diçka e pamundur ose na duket një problem shumë i madh aty para dhe Po tani situata është komplet ndryshe. Patjetër, komplet ndryshe. Çdo gjë është lehtësuar, çdo gjë është Faqja ka ndryshuar, mendoj, faqja ka ndryshuar. Ka ndryshuar faqja. Dhe i presim gjithë blerësit me kredi. Kjo është kryesore. Është ajo që thamë në fillim. Dhe noto për bank, kjo është kryesorja. Bankët tani kemi si partneritet, e kupton? Po. Që ata na mirë presin sa herë që ne shkojmë atje, Po, patjetër. Jo, është reciprocitet, po që ç'a ndodh? Un kam punuar vetë rreth 4 vite në një bankë dhe ideja shumë mirë procesin e kredisë. Dhe vinte klienti dhe unë i shpjegoja, u mundoja aty, unë aty mendoja, unë nuk thoja ja kam shpjeguar të gjitha. Po ne jemi hallka ndërmjetësme që klienti është dhe pak më i lirshëm, mund thotë dhe jo nuk të besoj ose po të besoj. Shkon tek banka, komplet tjetër gjë. Kishte frikë se gocës aty ke banka me i thënë edhe ku di unë edhe po pse me e pyet. Ne ke zyra zbor. Zbor, jo ju dini, ju s'dini, ju kshu, ju ashtu. Titull, ja. Po prap po, banka është kjo. Banka kush banka është pak më ndryshe. Jo, sjellur mirë për t'i dhënë lekët, prandaj. Jo, mendoj që aktualisht bankat nuk janë thjesht vetëm procesues të rasteve, po mendoj që sot bankat janë konsulent mirëfill financiar të klientit. Kështu që ata që në momentin e parë asistojnë klientin si në lidhje me dokumentacionin, po në lidhje me të gjithë procedurat e tjera që janë, edhe në lidhje me të gjithë po themi mitigimet që mund të ketë në lidhje me rastin konkret për ta bërë këtë rast që të jetë i miratueshëm. Kështu që cilat janë pak shumë grup mosha që po marrim shumë kredi dhe sa është mosha më e ulët që mund të marrë dhe më e larta? Atëre, mosha më e ulët që mund të marrë kredi është mosha 21 vjeçare në bankën tonë dhe afati maksimal i kredisë në bankën tonë është deri në 30 vite, por këtu duhet të specifikoj diçka që deri në maturim të kredisë, klienti në momentin që ka për të paguar këstin e fundit të kredisë, duhet të jetë përpara moshës së daljes në pension. Ndërkohë që grup mosha kryesore që ka një interes dhe që ne shikojmë dhe financojmë në mënyrë të vazhdueshme është kryesisht grup mosha 30 deri në 50 vjeç dhe unë këtu të ta ndaja në 2 fasha. Është grup mosha e parë është 30 deri në 40 vjeç, është një grup mosh sapo ka filluar karrierën, po bën planifikimet familjare dhe kryesisht kërkesa që ai ka për prona është kryesisht për një pronë rezidenciale, pra një shtëpi për të jetuar. Dhe kjo është ajo që neve i fusim dhe i konsiderojmë tek pjesa e klientëve blerës të rinj. Ndërkohë që është mosha 40 dhe 50 vjeç, e cila është një moshë tashmë më e maturuar, tashmë ka një shtëpinë e vet ku jeton, jo të gjithë, po themi pjesa masa kryesore, ka të ardhura më të qëndrueshme dhe pse jo të ardhura më të larta dhe kjo i jep mundësinë atyre që të aplikojnë për një kredi tjetër, e cila jo domosdoshmërisht është një kredi për një shtëpi dytë, por mund të jetë edhe një kredi për investim, sepse ne e dimë shumë mirë që sot investimi në pasuri të paluajtshme është një investim i sigurt, tregu na ka treguar dhe pse ne nuk e kemi parashikuar këtë gjë, besoj që të gjithë ne jemi këtu biem dakord për këtë rritje kaq madhe që ka pasur çmimi i pasurive të paluajtshme dhe që nga ky investim me të vërtet klientët mund të fitojnë shumë. Do të pyesja sa është kohë zgjatje e kredisë për këto moshë, për këto kategori nga 40 deri në 50 vjeç? Atëre unë e thash që afati maksimal është deri në 30 vite, por kësti i fundit do të llogarisësh me kohën e daljes të pensionit. Kësti i fundit duhet të jetë praktikisht është rritur në çik dhe mosha pensionit tani, kështu që na ka dhënë avantazh në këtë aspekt. Ne dua të marr pak këshillim nga agentët imobiliar. Unë kam një shtëpi me kredi që e kam kolateral, po kam hallin dua ta shes. A e shes dot? Sigurisht që e shes. Si e shes? Fakt ne kemi pas si funksionon blersi, ku çfarë siguri e merr blersi? Mundësisht dhe blerja të jetë me kredi. Pra bëhet. Unë kam pas një gjë të tillë. Ti çfarë ke pas? Faktikisht kam kaluar dhe çfarë ke kaluar? Kam zgjatur shumë ato. Por edhe pse ajo është lënë kolateral, sigurisht është banka ajo që na jep pëlqimin për ta shitur ose jo. Duke parë sigurisht ardhat e
Po si është procedura? Për shembull, unë kam shtëpinë kolateral. Për shembull, kam akoma 10 vite, mund të kem edhe 30-40.000 euro për shlyer. Shumë e thjeshtë. Na e thuaj. Kur Enxhi tha pak më parë tek pjesa e bankës që nuk duhet kesh frikë se kështu, unë procesin që banka është pjesë e pronës, unë e quaj filter, që do të thotë një pronë në momentin që futet në bank ose është banka pjesë e pronës, prona është juridikisht shumë e pastër. Sepse ligjori i bankës absolutisht nuk merr një pronë e cila mund të ketë probleme juridike, pretendues ose diçka të kësaj natyre. Në momentin që ne duam të shesim pronën, marrim një pëlqim paraprak nga banka, të tipit që personi përkatës, shitsi, do të shesi pronën e vet për arsyet e tija dhe merr një vërtetim nga banka se sa është pjesa e mbetur e kredisë. Në momentin që banka jep pëlqimin, aprovimin e shitjes dhe tregon edhe vlerën e mbetur, atëherë personi, klienti i shitës është i gatshëm që t'i japi dakordsinë nëpërmjet noterit që bën kontratën e shitblerjes për shitjen e pronës. Noteri në bazë të vlerave që i kalojnë, të vlerës përkatëse që po shitet apartamenti, bën likuidimin e bankës nga vlera që i kaloi dhe banka jep pëlqimin ose jep aprovimin, deklaratën përfundimtare, liron pronën, që thotë që unë nuk kam më pretendime mbi këtë pronë në bazë të vlerave që më kanë ardhur dhe prona është juridikisht e pastër. Kështu që këto e zgjedh banka apo e zgjedh blerësi? Ka dy që do kalojnë. Po. Janë dy noterë të ndryshëm. Janë dy noterë të ndryshëm. I pari është noteri që bën kontratën e shitblerjes, i dyti është që e zgjedh blerësi gjithmonë. Po, pastaj është noteri i bankës. Po, dhe i dyti është noteri i bankës, i cili lëshon deklaratën përfundimtare që kjo pronë nuk është më pjesë e bankës, por është e pastër dhe ta gëzoj personi që e mori. Dhe ai që mos i shtajnë mund ta marrë me kredi, nuk ka asnjë problem. Megjithatë duhet të theksoj, duhet të citoj këtu që banka nuk orienton. Banka ka një listë noterësh ku klienti i thotë, "Kjo është lista e noterëve që është e miratuar nga banka, ju mund të shkoni." Pra klienti është i lirë të zgjedhë të shkojë në cilin noter të dojë, bazuar në listën paraprake që i paraqit banka. Po çfarë ndodh me përqindjen e interesit në momentin që shlyhet kredia, siç e thotë deri? Pas ke përqindja e interesit. Po këto duam di, ma kupton. Këto janë pyetje me vend. Edhe një herë tjetër me përqindjen e interesit. Me përqindjen e interesit kredis mbetur, çfarë ndodh? Kush lyhet para koha? Atëre praktikisht bazuar në rregulloret e Bankës së Shqipërisë, këto janë të unifikuara për gjitha tregun, pra bankat nuk kanë mundësi dot këtu që të luajnë me këto vlera. Praktikisht ato janë të lidhura me afatin e shlyerjes së kredis para kohe, ka afate brenda 1 viti, ka afate brenda 2 viti dhe banka dhe klienti duhet të paguajë një komision paraprak për shlyerjen para kohe të kredisë. Ideja është që në momentin që ti do paraqesësh shumën, aty përmbledhen gjitha. Në fjalë, kur tha Devi, ne do marrim nga banka aprovimin, pëlqimin për që kjo kredia të mbyllet, për pjesa e mbetur. Ke pjesa e mbetur përfshihen të gjitha aty brenda, edhe në rast se do kishte ndonjë penalitet, ai mund ta ketë marrë kredin këtë vit e mbyll direkt mas 2 muajsh, ose mund ta ketë mbyll mas 2 vitesh, në varësi të kontratës mund të variohet ose penalitet për mbyllje para kohe ose varet të interesat. Penaliteti është standard dhe unifikuar është 2%. Këtë ka përcaktuar rregulatori jon që është Banka e Shqipërisë, kështu që bëhet një shitje edhe pse ajo është lënë kolateral, sigurisht që përmbyllet para kohë, kështu që për këtë pjesë ajo ka një, nuk e di sa varion 2% është standardi. Nuk e di nëse do mund na jepni ndonjë indicje që a është problem kjo pjesa e rivlerësimit të apartamenteve, në fjalë diferenca mes çmimit të tregut aktual dhe çmimit që jep vlerësuesi i bankës? Nuk do thosha që kemi problematika. Vlerësuesit me cilët neve punojmë janë vlerësues të cilët i referojnë shumë faktorëve të tregut, kështu që diferencat nuk janë. Po sigurisht unë e thash edhe më përpara që nuk janë çmimet e referencës ato që përcaktojnë vlerën e pronës, por janë faktorët e tregut ato që përcaktojnë vlerën e pronës. Diferencat janë të vogla, të cilat nuk janë diferenca që ndikojnë edhe konsiderosh nga pjesa e tij. Dhe që nuk penalizojnë klientin për financimin. Këtë faktikisht e kemi vënë re edhe ne në raporti që na vjen nga banka, ndoshta nuk mund të jetë i njëjtë 100% me atë që ne jemi në treg, por që jo ai sa të prishi procesin e kredimarrjes. Është i afrueshëm dhe mundet t'i japi akses ose lehtësi në pjesën që banka jep mbulimin ose lëvrimin e fondeve. A mund të kemi ndonjë rast kredie të shkuar keq? Nëse mund përmendet ose një klient. Ariani. Jo, Ariani e rregullon. Apo s'ka rasti ky Ariani. Do i këndot në një gjë. Unë e kreva këtu.
Jo, thjesht ka pas vonesa, por Jo, asu nuk kam pasur. Domethënë çfarë merr Future Home në dorë mbyll. Çfarë ne marrim dorë e mbyllim. I kemi të gjitha gjërat e rregullta. Sepse gjë e mirë që i para kualifikojmë ose i orientojmë klientët paktën para se ata të marrin to hapa, kështu që pothuajse bëjmë një gjysmë pune para bankës. Edhe ne vlerësojmë këtë gjë në fakt. Edhe më i përgatitur kur vjen në bankë. Po do të pyesja, kredit më shumë po jepen në lek apo në euro? Si është interesi? Se edhe euro ka pas rëndje të madhe këto kohë. Praktikisht unë do thoja që neve i konsultojmë klientët që krediti marrin në monedën në cilën ata realizojnë të ardhurat e tyre. Dhe sigurisht kjo vjen për arsye që ne t'i ruajmë klientët dhe ata veten e tyre nga luhatjet e normave, nga luhatja e kursit të këmbimit, e cila këto 2 vitet e fundit sigurisht ka treguar, sepse praktikisht 2 monedat kryesore të financimit janë lek dhe euro, ka treguar që nuk ka qenë kursi qëndrueshëm. Kështu që ne i orientojmë drejt moneda e financimit jetë e njëjtë me monedën e realizimit të ardhurave. Unë do thosha që në këto 2 vitet e fundit tendenca ka qenë kryesisht për kredi në lek dhe sigurisht që një nga arsyet kryesore është pikërisht luhatja shumë e madhe e kursit të këmbimit që ka pasur euro lek në këto 2 vitet e fundit, por nga ana tjetër do thosha që normat e interesit në lek janë më stabil sepse ato ndikojnë më pak nga faktorët e tregut ndërkombëtar. Kështu që dhe sigurisht që dhe normat e interesit që aplikohen në lek janë, po flasim në vlerë nominale, janë më të ulta se sa normat e interesit që aplikohen në euro. Kryesisht tek marzhi i kredisë neve kemi mundësira për të aplikuar norma më të ulta interesi. Super. Devi, nëse mund të pyesim, si orientojmë ne klientët tanë? Më mirë një shtëpi me qira apo një shtëpi paguaj kredin? Unë mendoj se si është trendi, si e shikojmë ne? Unë mendoj se ajo çka ne mund shohim është që gjithmonë një shtëpi është më mirë ta kesh tënden se sa mund ta ketë dikush tjetër rreth par. Dhe trendi gosht në mur, të shtëpia tjetër. Dhe trendi gjithmonë është që çdo njeri kërkon që të ketë një asetin e vet ose punon tërë jetën për të pasur një pronë të vetën, qoftë pronë banimi, qoftë një investim të dytë ose diçka të tillë, por kryesisht individët qëndrojnë një kohë të caktuar, qëndrojnë një 2 ose një 3 vjeçar mund ta konsiderojmë dhe pastaj futen në hapin e radhës që është pjesa e kredimarrjes për të investuar për një apartament banimi. Një person e ka më mirë ose një familje ka më mirë që të rri pa kohë të sistemoj të gjithë rutinën, punën, angazhimet e tija të përditshme në një zonë të caktuar, në momentin që ai e shikon që kjo zonë i përshtatet të gjithë faciliteteve që ai kërkon, atëherë futet në pjesën e investimit me kredi për të marrë një apartament. Duke u nisur nga klientët që ne punojmë, nëse do të kthehemi edhe një herë te grup moshat, kush po preferon më shumë? Çfarë klientësh po trajtojmë ne? Ato që blejnë shtëpi banimi për herë të parë apo për investim ose shtëpi të dyta, të treta? Në fakt tani kohët e fundit kanë ardhur çiftet e reja, në fakt, nga mosha 25, 30, do them sepse edhe këta kanë vënë re që kjo është ajo që tham që sa më shumë qira paguash, në fund fare pastaj shtëpi s'ke. Është e vërtetë. Kështu që këto lloj çiftesh kanë ardhur dhe janë mundësi të kreditash, duke parë dhe kushtet që i kanë ulur, interesat, dhe kjo ka pas një shtytje drejt kredimarrjes dhe për blerje një apartament faktikisht. Faktikisht edhe në po çikosh lajmet ne rankohemi si vend me pronësi shumë të lartë. Nuk e di, ka qenë një studim, nuk e di nëse keni para një viti pak a shumë. Para një viti. Shqipëria vendi me pronësinë më të madhe në Europë. Po, ne kemi dhe si kulturë, ndoshta nga që kemi vuajtur më përpara ke pjesa e pronave dhe duam të kemi diçka tonë, një pronë tonë dhe që kur mbarojmë ose fillojmë punën, fillim përgatitemi me atë pjesën që hajde të punoj dhe të blej një shtëpi. Ne kemi kështu si trofeu final. Nuk e pranojmë shumë atë pjesën e qera, se si na duket që po rri me qera. Mirë, keq se kemi te kjo pjesë. Jo, nga që tani kërkojmë më shumë dhe më shpejt. Jo, po kërkojmë më shumë pavarësi, çiftet e reja nga familjet e veta. Kjo dhe i ka shtyr shumë faktikisht për të blerë një apartament. Nuk janë mos siç kemi qenë më parë, pastaj gjithë në një shtëpi 10 veta apo di pa paragjykime, por aq ka qenë mundësia, ka qenë 2 kuzhinë. Po. Por që kjo është e gjitha, më thonë, mundësia që ti kem pavarësinë. Janë bërë më të lehtë faktikisht edhe ke klientët, unë e shikoj që janë më të pranueshëm, janë kulturuar me tregun, është e vërtetë. Fundi as sot si pas njëri borxh më.
Shkosh kërkosh borx, jo thot ja ku është banka, ja ku e ke të punë, çikun poshtë. Kudo. Kjo është mirë faktikisht. Unë mendoj që kemi ndar goxha informacione të mira dhe të vlefshme sot apo Patjetër, është vërtet. Sigurisht. A ka ndonjë diferencë midis zonave që preferojnë shumë për kredi dhe të cilat jo, për shembull, nëse ka bërë referenca apo nuk e di, çfarë preferon, çfarë jo? Patjetër referenca ka një ndikim, por siç e tha dhe Anisa, sot nuk trajtohet më nëpërmjet çmimit të referencës ose pjesa e bankës nuk vlerëson vetëm çmimin e referencës, por faktorët e tregut. Unë mendoj se unaza e madhe që ne me Arianin e dim, normalisht nuk ka të njëjtin vlerësim si unaza e vogël ose pjesa e qendrës. Dhe normalisht këto janë ato faktorët që mund të ndikojnë, thjesht zona dhe vendodhja ku prona është. Edhe këto klientë faktikisht ande pozicionohen duke pasur edhe mundësitë, sepse nuk i përshtaten mundësive dhe tregut dhe kërkesës ku ata e kanë. Ku ata e kanë më të lehtë, më të madhe për të blerë. Po, pjesa do thosha unë zona e bulevardit deri në Paskuqan është një nga zonat shumë të preferuara, se sigurisht që ajo është dhe me çmime më të përballueshme dhe për atë kategori klientësh që unë edhe thash pak më përpara që janë blerësit e rinj, janë ata të cilët aty tentojnë të shkojnë për të blerë po themi një pronë si shtëpi të parë, ndërsa zonat më elitare do thosha unë që janë brenda unazës vogël të Tiranës apo dhe në zonat e vilave po themi në Fark apo edhe zonat bregdetare janë kryesisht më të targetuara te klientët të cilët janë në atë fazën më të maturuar, pra po them mbi moshën 40 vjeç dhe që kanë mundësira për të përballuar sepse dhe të ardhurat e tyre janë më të qëndrueshme, më të larta për të përballuar edhe çmime të tilla që ofrojnë këto zona elitare. Sepse mundësia është ajo që po zgjedhin dhe zonat faktikisht, për të qenë të sinqert. Duke qenë se e preket pak vetë zonën e Paskuqanit, dhe është një zonë e re që sapo po zhvillohet. A kanë mundësi blerësit që të marrin kredi për një apartament që është në fazë ndërtimi dhe nëse po si funksionon kjo gjë? Po, sigurisht që po, sepse po themi marrëdhënia që neve kemi me partnerët është ndarë në dy partneritete kryesore. Njëri partneritet është pikërisht marrëdhënia që neve kemi me zyrat e real estate-it dhe partneriteti tjetër që neve kemi janë pikërisht kompanitë e ndërtimit. Neve kemi prej 2 ose 3 vitesh, ndoshta edhe më shumë, në bankë ne ofrojmë mundësi financimi për klientët dhe kur ata nuk kanë mundësi për të lënë një kolateral, pikërisht për gjitha objektet të cilat janë në ndërtim me sipër dhe ende nuk janë hipotekuar. Ne krijojmë marrëdhënie bashkëpunimi kryesisht me kompanitë e ndërtimit dhe në bazë të garancisë që ata japin, ne ju ofrojmë mundësinë klientëve që të marrin financime nëpërmjet bankës tonë pa kolateral, por kjo e kushtëzuar deri në momentin në cilën prona hipotekohet. Në momentin në cilën po themi objekti hipotekohet, atëre neve marrim si kolateral pikërisht pronën e cila tashmë ka dalë dhe certifikata e pronësisë. Neve kemi 3 forma bashkëpunimi shumë të mira me kompanitë e ndërtimit, si me dorëzani nga kompania e ndërtimit, kemi forma si me plafon limit që i quajmë neve, ashtu si kundër dhe forma me kolateral në grup ku kompania e ndërtimit zotohet për këtë periudhën derisa të hipotekohet prona, të ofron një kolateral vetë kompania e ndërtimit. Kemi pasur shumë sukses në këtë aspekt, kemi marrëdhënie me kompanitë më të rëndësishme, po themi në treg, në aspektin e ndërtimeve dhe jemi të fokusuar kryesisht në zonat që ne i quajmë prime area në Tiranë kryesisht, por pse jo edhe në qytetet e tjera, kryesisht në zonat bregdetare, në ambientet rezidenciale dhe komplekset rezidenciale në zonat bregdetare. Pra e rëndësishme është për të thënë që për klientin, për blerësin nuk ka nevojë të ketë një pronë për ta lënë kolateral, por e le firma dhe ju e njihni si gjë. Ju mund ta kreditojnë. Po, ne mund ta kreditojmë. Po, kur blihet pikërisht në këto kompani ndërtimi të cilat neve kemi marrëdhënie. Super, shumë faleminderit gjithëve për gjitha këto informacionet e vëre që ndat dhe për prezencën tuaj. Dhe mos harroni çfarë do lloj mendimi, sugjerimi apo pyetje që doni ta diskutojmë në episodet e ardhshme, lini mendimin tuaj në komente dhe mirë se jemi në episodet e tjera. Faleminderit. Faleminderit. Mirupafshim.